Sepse unë shikoj jetën ndryshe, ti e shikon ndryshe. Momentin që neve jemi të ndërlidhur, atëherë është tjetër gjë. Ma ka thënë njëri shumë i afërt të kesit, nuk kam qef ty detajeve se unë nuk dua të marr histori nga jashtë si të ndafilat. Po. Ne kemi pas një debat. Me kes? Debatin për Inën, ka qenë? Dhe unë zgjodha të mos t'i flisjam për ditë me radhë, se për këtë justifikohet kesi që ti e le thot në more kohën tënde dhe more më shumë kohë se ç'duhet. Kështu e justifikon ndarjen tonë. Unë i thash do më lësh të qetë, unë kam nevojë për kohën time. Ky donte që kohën time ta përcaktonte kesi. More që kanë me shkuj zakonisht. 2 ditë, 3 ditë, po su përgjigje pranë 3 ditëve, vazhdoj me tjetrën, unë dhe kështu bëri për hir të së vërtetës. Prandaj i quam ndarje kesi këtë gjë. Po për hir të së vërtetës nuk është ndarje e mirëfillt, sepse unë po merja kohën time dhe të pash ty që ti pastaj filloj po dilje me këtë gocë. Yes, por që në qoftë se po dalim tek kush e ka preferencat, po dalim tek ajo we were on a break. Në përgjithësi, if you are tash ta them troç tek e pjesa. Në qoftë se you are in a break, nuk quhet. Unë të kuptoj të shumë mirë dhe po të them nuk quhet, sepse dhe unë kam qenë in a break me dikë. Kupton dhe prandaj them unë kam qenë në pozicionin tënd, nuk po të mbroja Inën që më thot ajo të rrë. Sepse në fund të ditës, por problemi është këtu. Unë me atë Inën time në thonjza që, më kupton, është bërë nami se s'duhet i futem fare çështje, se si u bë dhe doli fiks, më kupton se që parashikua. Nami zi. Tani, në momentin që personi mori pauzën për të dalë me këtë personin e tretë, ose nuk është e doli, ishte komplet një muhabet tjetër. Kupton që po them? Por që probleme pak a shumë paqëndrueshmërie të rrë. Unë prandaj nuk merrem me